Me agimin, përshëndetja fundit, dhe urimi që të shihemi në një pozicion afër fshatit Botush, sipas planit, dhe agimi niset prap në rast Kosharës, në krahun tim të Majtin. Unë kam vazhduar në luginën e Kosharës, pranë Prockës Gusha, ku janë sot varrezat e dëshmorëve, edhe më kujtohet kujtimi që e shoh për krah agimit, edhe ishte një ndjenje e sigurie, pasi isha dëshmitar i aktit ti, kujdesi ti me shëndetin e vetë, me trupin e vetë, me mi dhanë ngrohtësi agimit, isha e bindur se afër e ka një luftetar, e ka një trim, e ka një djalë i cili edhe me jetën e vetë është i gatshëm me mbrojt komandantin. Nuk i kam ditë raportet, nuk i kam ditë sa ngjihen, nuk i kam ditë relacionet familjare e tjera. Por jam nisë me një siguri shumë të madhe, që agimi e ka një mbrojtje sigurt. Kur është dhe pre komunikimi me Radio Lidhe, që ne e kishim thuaj që çdo 15 minuta, kam filluar me dyshu se diçka nuk ka në rregull. Pas disa ditëve e kam kuptuar se agimi ka ndruar jetë. Prej 9 prillit, 13-16 prill kam qenë në pozicione, lufte, çdo ditë luftime. Ta pyes me kujtimin sa ta akuzojmë çish ka ndruar jetë. Me datën 16, komandanti Rustem Berisha kërkon që unë forcat i të hekin nga vija frontit, të zavendësohen, të vendosin në kazernë, kurse unë vetë me u paraqitë në kamë. Momentit që kam marrë në kazernë, një ditë parë që kam pa aty, ka qenë kujtimi. Kemi ngushëlluar njëri tjetrin, është një moment shumë emocional, po gjithnjë duke i uru njëri tjetrit që ne duhet me vazhdu. Kundër humbjeve ne duhet me vazhdu. Ata pyes me kujtimin se edhe me kujtimin do thot deri ditën kur forcat tona nga regioni Kosharës zbresin në fshatin Jonik, atë marshim e kemi bashkë. Kujtim, si ka ndodhur vrasja e Agim Ramadanit që e stërgjatëm? Se jo e zgjatëm, po e stërgjatëm. Nuk e stërgjatëm. Këto janë bisedat çast gjata që... Po emisionet do më shumë pak ngritëm. Me ndërprejt dikune, me nis dikune se hupat kuptimi. Po, adeta me gjithë i kishëm në do plane operative. Një ditë përpara që i diskutu më Agimin. Të nesër me në ndrunë dishka to. Edhe në vend të përshëndromin rosë, në shkum ka zhara. Ishka që u grëbëlloshin të forcës sërbe, tash kush ka të regu nuk e di. Edhe shkum që të rrëthojmë të forcës sërbe. Ishin kobrat edhe disa ushtarë të ri që nuk i njefshëm. Edhe mirë. Thashën në kërgjën, nuk i thash Agimit, asgjë që edhin që abonëm lapë dja, po këtë edhjone. Në isha ashtu në bropa që shirjet një njëriu që e për cjellë, që e mbronë. Edhe ta më fillum vëzhgimit të i bojmë. Atë, fillum të i bojmë vëzhgimet e zharës. Krisën armet këtu në rasë. Sërbet e Iran rasë. Iran rasës me gjithse ata këshin pasar pi Batushës, anë atë menu që ka narë pi Jasicit api. Ata këshin pasar pi Batushët. Zjarë ke i malë. I malë. E që aty ka ndru jetë, Agim? Jo. Ke i malë, këtë plan që e bonëm në ata që me rëthush ka me bo këtë, dhe në kush ku ka me nejtë, krisi e ndrej kretë. E thiri Salën tha, në goditën tha, në goditi sërbi tha edhe në goditi edhe martë liri. Agimi mos e bo një si lafë, po u këthym. U këthym me njerë. U këthym të brapa një farë kërshit që nuk më një pra mu, nuk di që shumë gjithëm aty, që asë beni keqë dhe bore më dhe, edhe dullim në rrugë. Kullëm në rrugë, atër u dajtëm, a i kobra ti qëj, tha, shkoni ju. Edhe që mi dalë me një fjallë, se paka shumë më shumë e ditë bazë gjarë se ku e në sërbet. I që mi rëthu.
Me do, ana në krahën tjetër, ata me do në krah tjetër. Edhe bile i thash unë